Ndeshja e javës së 26 kundër Pelisterit do të zhvillohet të shtunën, një ditë më parë nga ndeshje tjera të kësaj xhiroje. Përballja mes klubit të futbollit Struga Trimlum dhe Pelisteri Manastirit hapin si parin e javës së 26 në ligën e parë të futbollit vendor. Vendasit në këtë ndeshje futen pas barazimit 0-0, javën e kaluar me Shkupin, ndërsa Pelisteri vjen pas disfatës 1-3 nga Vardari në Manastir. Kjo është përballja e nëntë mes këtyre dy skuadrave në elitën e futbollit. Vendasit kanë 5 fitore, 2 ndeshje kanë përfunduar me barazim, ndërsa ekipi nga Manastiri ka vetëm 1 fitore. Kampioni në fuqi Struga Trimlum pritet të regjistrojë fitoren e 12 sezonale dhe njëherët të stabilizohet në pozitën e 5, që mban aktualisht me 11 fitore, 6 barazime e 8 disfata dhe 39 pikë të grumbulluara. Për takimin e së shtunës, Besmir Bojku i Struga Trimlum u shpreh optimist se pikët do të mbeten në Strugë. Sigurisht do jetë një ndeshje shumë e vështirë. Jemi në një fazë kritike të kampionatit, ku mendoj se secila pikë është shumë e rëndësishme për çdo ekip, por shpresoj se nesër 3 pikët do të ngelin në Strugë dhe të vazhdojmë garën për dalje në Europë. 5 takime tjera të xhiros së 26 zhvillohen të dielën me fillim në ora 15. Takohen Besa Gostivari, Tikveshi Shkëndia, Shkupi Rabotniçki, Voska Sport Sileksi dhe AP Brera Vardari.